Eliona për 2 muaj ka kalu 4 meshkuj këtu, për interes loje. Njëre ka provu të Edi. Edi ja bëri blok. Tentoj të Toni nuk ja zjati, vazhdoj të Klodi e pas e sa keq po bjen, tani jam e sigur që Eliona do me pastru imazhi femror të Labinoti, se ka pa që Labinoti është mashkull beqar, është mashkull i ri, është serios deri diku, e në ditë të debatoj. Jam të qudit për te sa truki. Haj gjes me kabëll, më ma qiqa ashtu, jam të qudit për te. Ja, mas një ashtu. Jo, kësa jave do shofim lojën e Labinotit dhe Elionës. Unë jam e sigur që Eliona do me pastru figurën femrore. Unë e ku full veç me këto, Jo, s'ka logike. Për të bërë Ndoma. Unë s'ko as masë as kërë Kja ka po grupën e Elionës, se vërtet, se kjo e ka mbush Eliona. Se Eliona në rrasë dhe ishte e vërtet, do kishte reagu në moment. Eliona akoma se kupton që vetë njërë se vetë ja bëjnë gropën. E që tu do që ti s'pishet do sene, e ti përnovozosh na ku përnovozomi. Se s'ka logike. Ti hajde gjuju mu. Shumë o gabim, edhe unë e mbrojta. Unë e mbrojta Elionën më Eliona ja bëjnë gropën. Stim kusht është ajta është ka shtim. Klodi ja bëri gropën e Elionës. Klodi ja ka bërë gropën e Elionës. Labinoti po ja bën gropën e Elionës. Ta po tallen me një vajzë 18 vjeçare. Klodi dhe Labinoti po shfrytëzojnë naivitetin e moshës të një 18 vjeçareje. Bravo naive, ditë sa është ajo është e rritë. Po para te është naive. Para te është naive, se jetë 10 vite më i madh. Kate që shdush ti vetë. Labinot, para te është naive, se ti jetë 10 vite më i madh se Eliona. Se e shfrytëzoni Elionën që është më e re se ju? Unë se shfrytëzoj bashkë shërbiz. Ludoja ja thot të vërtetën sy. Ti po ja bën gropën e Elionës, se po ja mbush mendjen e Elionës, si kur dikush e ngacmon seksualisht, i drejtohet Eliona këtij, pas 2 ditësh më ke ngacmuar seksualisht, ndërkohë që se ka bërë reagimin në momentin që i ka ndodhur. Ja bëre gropën ti. Klodi ja ka bërë gropën, se Klodi, si kum thonë. Klodi duke pas një femër për jashta që e din gjithë publiku, është afruar në intimitet dhe ka bërë flört me Elionën. E kanë shfrytzuar Elionën për të bërë flört, për të bërë skema romantike. Kanë shfrytzu një vajzë të re këtu, Labinoti dhe Klodi, kanë shfrytzu Elionën. Kur e shfrytzuar me Elionën? Po, ja tani e ke shfrytzu me rastin e Ludës. Qa je të thonë? Po, ja ke bë gropën. Se ti del se ke se sa keq del ajo para syve të nesh, jo më publikut, që pas 2 ditë i shkoj e Ludës, ti thot më ke bërë ngacmim seksual. Për çfarë? Për një rrjet aty që ja ka bërë te koka. Ti ja ke bërë gropën e Elionës, ti edhe Klodi deri tani, se tjerë si kanë pa akoma. Mizën mundesh me bë elefant, po mizën mundesh me Ore bë shifet, jo me bë mizën elefant. Unë e bona mizën, mizë ti rrit e bona elefant, ty përfshim këtë banorët e tjerë. Ty përfshim këtë banorët e tjerë. Se Eliona ku e përfshim në temë. Jo, se duhet ja bën gropë vetës. Jo unë, se Eliona vetës dhe Elionës. Na shitallën më foli, moruju. Ti ki fol Tinza, Eliona po. S'kom fol Tinza, po t'kom fol sy se kom dosh, mos më përfshi kjo kushtet. A jeti edhe kjo ka një fra psikologjie, t'ja thamë dhe gjvet, dalë para kamerës, mjë dhe të kryet. Po ludo si ludo... Si kom më me dhe shte kamera. Po që shi kamerë, nuk i kom me dhe shte kamera. Por zodo, ku falë që me mua kështë shi kamerë, po që që dogje, si ko respekt ty ti qeni pak sytë. Mos bak si budallakia. Moja men. E kupton do që komendimet e sona, një komendimet e mia. Na veçorina bashkë, do me thonë që mendon se janë njëjta. Pak më vjetër se Ruju, se ai gjatë çka po ne ti, nuk kanë favor Elionës, nuk kanë favor Tomin. Një kapëll, ma po qatë të madhe, unë mu qudit me ju. Mu thjesht të e pas parasysh relacionin e ju, që tjetër atë ishe si vajzë, kër e boni qatë gjesë, nuk më do ki ishë me të thashën sy. Ti ke shku e ke mbush Elionën, edhe pse Eliona s'ka unë se ku mbush Elionën. Ti se nuk ishte reagu në moment, dhe jo pas 2 ditësh, dhe ti ja ke bërë gropën Elionës, se publiku e shef. Eliona po ndikohet nga opinioni i të tjerve dhe Eliona funksionon në jetë në bazë të opinionit të tjerve. Pra ti e ke nxjerr Elionën të pa aftë në jetë. Edhe këta do të ne spjegu Dolçe, se Dolçe veti kullu do të qëtu janë detajlet. Krimi e ty po me të analiza. Dhe që ma e menë se krejtë që ka të thonë është një që po qënë sa. Ty e ka bind Elionën, Eliona është bind, Eliona po funksionon në opinionin e Klodit. E kanë zekta. Labinotit. Edhe Klodi, në rrasë se do ishte i zgjuar se Klodi disa është 29 vjeç? Po, zdi. Ai është 10 vite më i madh se Eliona. Klodi e ka informu publiku që ka diçka për jashtë. Pse u afru në intimitet dhe flërte me Elionën? Pse e shfrytëzoi Klodi Elionën? Për mua është tregu shumë pisë si lojtar dhe si njëri Klodi në këtë rast. Halo nuk janë do me ta, halo.
Sa lo shfryzojnë. Tani ka nis Labinoti. Se Eliona pasi i dështoi loja me Klodi në Prime, pas Prime-it i dha bluze personale Klodit, ti Labinotit, Labinoti e veshi, dhe Labinoti është afru me Elionën. Në 18 vjeçare ki ngut se ashtu, ajo fjala është e rano bur. E ka nguc, seksist. e ka nguc, i ka dhënë opinionin e vet, ja ka bin. Labinoti dhe Klodi e kanë manipulu Elionën. Dhe shfrytëzojnë një vajzë 18 vjeçare për skemat e tyre, për luftra, për romanticitete, për flërte. Ata, Klodi dhe Labinoti ja kanë prish e imazhin femror Elionës. Në fakt, Eliona këtu është e bullizuar, e shfrytëzuar, e manipuluar pikërisht nga Klodi dhe Labinoti. 100%. Jo nga neve, që ja themi të vërtetën. Bravo, 100%. Tu flajt, Bravo. tu bukurri, asilo e s'ka bo. Unë shkoj... 1% që ashtu ashtën. O, ki popull, 1%. shka më marë ki popull, me më të këto, ej. Po s'ka gjë, do dalim nominimi përgjithshëm javës tjetër e do shohim çfarë do ndodhe. Për zotin do ta kërkojmë gjithë vllai mat. Javës tjetër nominimi përgjithshëm. Pasha zot duhet, s'ka nominim kok. Nominimi përgjithshëm prapë. Deri në fund duhet çashtu më thënë. Edhe tamam është, një javë kështu, një javë ashtu, një javë i përgjithshëm, një javë kokë më kokë, një javë i përgjithshëm, një javë kokë më kokë. Tani duhet bëhet loja e fortë. 2 muaj kanë kalu. Edhe një muaj e gjysmë kanë ngel, le të merret fuqishëm loja tani. Një javë e përgjithshme, një javë kokë më kokë. Edhe këshire fenomene se du të mi hi pak ma faktë. Kjo e ka po gjestin tem, edhe ka analizu, ka po e dzuna. Edhe ka bëndu 2 ditë që është mi bo presion Elionës, të gjumi ludës. Ky i ka bë presion Elionës, e ka manipulu Elionën, e ka shfrytzu Elionën që nxjerrë veten në debate me Elionën, se ndryshe nuk ka lojën e tij të bëj. Sa ai pas ka femër për jashta, bën flört me mua dhe me Elionën. Njëherë ka bë rasti publike Labinoti. E dyta ka shfrytzu një 18 vjeçare pas fetinë e saj për debatet e veta. Klodi, duke pas lidhje për jashta, ka bërë flört me Elionën, se Klodi është i mençurt. Klodi e di se si dalin videot. Ti të afrosh buz me një vajzën për qafim, Klodi ajo është flört. Edhe londrimi mbrëm në Prime Geci, kur Toni i tha londrimit, a ka bë flört ky? Po. A është flört i trasti? Po, tha dhe Geci londrimi, se pa që edhe shoku vete ka marrë kthesën. Pra ndaj londrimi po zbutet për të ne, se ka pa që ne jena transparent, ne jena drejt, këtu mizën ta bojnë elefant me zhruju. Mizën. Ta bojnë. Këta lutin zotin, një gabim e polapi, një gabim lutin, një gabim maj për me të Diti, Klodi është strateg dhe me eksperiencë, ti e di shumë mirë që një njeri me strateg dhe me eksperiencë, din se si funksionon televizioni dhe ka keq përdor naivitetin e moshës së Elionës dhe mungesës eksperiencës në reality show, për romancat e veta, për skemat e veta. Ai që bëhet shoki ngushtë me Elionën, fjala ai kujdeset për ushqimin dhe për qafimin e Elionës, ai ja ka fut me thik mbas shpinën e Elionës Klodi. Bravo. Po kjo shoqja, ta shumë të rrezikshëm. Ta shumë të rrezikshëm. Kjo shoqja, këta janë të rrezikshëm se e mbrojnë kishi, favor vetën. Ku Toni? Gjumë do. Po do të më qulla për me bo, e punës. Qa logikat forta kemi arë se si kishë mendu ka shtelët. Mere ti dhomën me ludë. Edhe unë beto po, unë e mbrojta Elionën qa ditë. Se horë kisha, se kamija film në drejtu njëve. E disa kishë mund të nxirrim në? Hajde po bëjmë qka Po, hajde. Thash, hecë më e thash, mos me di që sa ka qëti, thash, aje po dalë ti, thash. Jo, po, edhe ku e thëjki, pa Ludo, për zotën e kam një vetën shumë keqë. Më ka ardhur që të lutë, mos ma ba ma. Thash, Elione, të dishke të Edhe Eliona mos e kishte pranu, ama edhe Klodi e ka shfrytzu Elionën. Ja ka fut vetit. A dhe që ta të regohen puna kabël se ruju, se këta, tashti, qatë që janë poshtë mizë. Labi po ja bën gropën duke bë flört me Elionën dhe duke ja manipulu me dime, po e nxjerr njëri të dobët dhe Klodi tradhti publike nëpërmjet Elionës. Henti pak ma fell, këta qatë shposhtë kanë ro. E lusin zotin një gabim e po, për me shfryzu. Për me shfryzu Elionën, për skemat e veta, dhe për me shfryzu rastet. Neve më në zonë të Po, pra, ama neve ja kemi thënë të drejtën në sy Elionës, ndërsa Klodi dhe Labinoti po e përdorin për skemat e veta, po ja fusin me thik mbas shpina. Po Eliona s'na ngon neve, se alo është e re dhe me do në drejtë që rrugë është në drejtë. Sepse Eliona ka nisi shofe gjërat, më besa. Zbesaj. Po, ma vonë e kuptoj.